Përshëndetje gjithëve, edhe dua ta filloj marr njëherë me një falënderim për të gjithë ata që kanë ndjekur gjithë këtë ditë faqen time dhe keni mbështetur këtë faqe me like, me komente, me pyetje e kështu me radhë. Kjo është një video të cilën unë e bëj me qëllim sepse dua të ndaj me ju një sfidë e cila do jetë 30 ditore dhe pikërisht sot është dita e parë. Unë tashmë kam 6 vite që jam largu nga Shqipëria. Sigurisht, kush është emigrant e din që t'ja fillosh edhe një herë nga e para, në një sistem komplet tjetër, me njerëz komplet të ri, me një gjuhë të re, me rrugë të reja, me ushqim të ri e kështu me radhë, është shumë e vështirë. Por megjithatë, gjithë secili nga ne ka kohën e vet edhe ka shpejtësinë e vet me të cilën i bën gjanat. Edhe integrimin sigurisht don kohë edhe don edhe që t'jesh mendërisht besoj une i hapur që ta pranosh që po ky është një realitet i ri i imi dhe unë duhet të jem dashamirës edhe me veten time edhe me krijimin e një realiteti të ri pas Covidit, të gjitha shpenzimet janë rritur, rroga nuk është rritur. Pikërisht ky momenti ku unë fillova t'y bë pyetjen vetes që prit një herë se duhet të ketë një formë tjetër më të mirë për me siguru disa të ardhura për veten dhe për familjen tënde. A ka njerëz që e bajnë tashmë këtë gjallë dhe kur njeriu fillon e kërkon dhe e ka fokusin dikun tjetër, atëherë i dalin përpara përgjigjet, sepse më përpara nëse ti nuk e ke pyet veten, sigurisht nuk dalin përgjigjet përpara. Dhe kur fillova të gërmu, si themi ne nga Shkodra gërmotare, kur filloi tarja duke gërmu, gjeti që po ka disa mundësi, por njerëzit nuk është se janë shumë të gatshëm si pikë së pari ta hapin mendin, sepse mendja është, kena thënë, si parashut që po nuk t'u hap, merr në qafë. Dhe jo të gjithë pra ja kanë këtë gatishmërinë për të mësu, për të menduru, për të zhvillu, për të ecë përpara e kështu me radhë, prandaj ngelin vetëm rroga bazë. Të vërtetë jo, ka disa mënyra tjera alternative, ka edhe disa realitete njerëzish që ata tashmë jetojnë dhe kanë një standard komplet tjetër jeteset. Ato nuk flasin më për rrogë, ata nuk flasin më për orare 9-5, kanë një stil jeteset komplet tjetër. Dhe kjo është ajo që në të vërtetë unë kisha kërku me kohë dhe që kush më njeh e din që unë kam shumë fiksim shprehjet edhe kam një listë me shprehjet që kam dëgju ndër vite dhe shprehja që lidhet plotësisht me këtë video është që në qoftë se ti nuk ndryshon, asgjë rreth teje nuk ndryshon. Pra në qoftë se unë nuk ndryshoj mendim, as realiteti jem nuk do ndryshoj. Dhe falë Zotit, unë e ndryshova mendimin, por për rrjedhoj ndryshoj edhe realiteti. Kështu që për sot e mbyllim me kaq, uroj shumë që ky reflektim t'ju vlej, por në të njëjtën kohë t'ju ndezin një dhampushk të vogël siç më ndez edhe mu.